wa sahbi ejma'in. Falënderimet dhe lavdëmi takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Allahut I cili ndalon nga të gjitha krijesat na bëri pjesëtar të fesë vetme të umetit më të lavdruar të pejgamberit më të dashur të çmuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salat dhe selamet ja dërgojmë Muhammed alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqën e ndjekin dhe ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur të respektuar vëllezër. Fillimisht do të potencoj që ligjërata e sodit ka karakter kombëtar, diku do të potencohen edhe disa ngjarje politike, disa ngjarje historike, disa ngjarje që kanë të bëjnë me identitetin tonë si shqiptar. Çdo mend se ne si imam I kësaj xhamie kemi obligim, e kemi për obligim sa u japim rëndësi vlerave fetare, mësimeve fetare, derseve fetare, aq do të më u dhanë rëndësi edhe mësimeve dhe derseve apo ligjëratave, pikave, ndodhive që kanë bëjnë me karakter kombëtar. Ne nuk jemi historian, ne jemi teolog, hoq, nuk jemi historian, por do të mundohemi këtë temën e sodit ta shqyrtojmë, ta shtjellojmë përmes pak disa pikave historike, disa pikave politike, ashtu më të përgjithshme që janë që I njohin të gjithë, edhe në fund të ndalemi tek ajo pjesa fetare. Ajo që është më rëndësi të potencohet është që, në fillim si një titull të them, që ne këtë kombin shqiptar që e posedojmë sot, me kufi që është, pra 1912 që është, 28 nëntor, këto kufi që I ka shteti am, I ka tha lëvizjeve që ka ndodhë, angazhimeve që ka ndodhë në kohën e lidhjes së Prizrenit. Do thot, ulemaja shqiptare dhe fryma e lidhjes së Prizrenit, roli dietarëve shqiptarë në mbrojtjen e kombit. Do të thot, ulemaja shqiptare, ato hoxhallarët, çfarë kontributi kanë dhënë në këtë lidhjen e Prizrenit. Vazhdojmë me pikën kryesore. Ta keni parasysh që shekulli 19, pra 1800, e ka fundi shekullit 19, Perandoria Osmane ka pësu disa disfata të mëdhaja në gadishullin ballkanik. Do thot, duke shku, duke u dobësu, dhe ajo më e rënda ka qenë humbja me një luftë me Rusin, edhe më gunjëzohet edhe Perandoria Osmane. Çdo fillim ka pat atë valën e vet, I themi atë ngritjen e vet, e pas asaj edhe rënjen. Nuk ka perandori që si ka përjetu edhe ata. Dhe me I themi me ardhjen e pushtetit të Abdulhamidit të dytë në 31 gush 1876, kjo të themi rënje në Ballkan shtot edhe më tepër. Pasaj vet Sultan Abdulhamiti e mba 30 vite të perandorinë Osmane në moszhdukin e saj, por ajo që është më e rënda është që nga gadishulli ballkanik perandoria Osmane vetë se më e merr atë formën e vet apo fazën e vet të fundit. Fuqitë e mëdha në ngarë në Ballkan. Do të thot, ta keni parasysh një gjë, edhe Karl Schmidi, edhe Enis Sulstarova, edhe shumë historian qerë që këm has këto ditë duke I shtjelluar, kanë dhënë konceptin e mikut dhe armikut. Kush ka qenë mik, kush ka qenë armik. Sepse ne si shqiptar kemi qenë shumë të fuqishëm, kjo është një fenomen I ditshëm, kemi qenë shumë të fuqishëm në perandorinë Osmane, kemi patë shumë peshë në perandorinë Osmane dhe automatikisht nuk kemi dhënë rëndësi shumë territoreve, se vetë ke qenë I fuqishëm ke qenë. Të nuk më duhet se unë e kam atë portën e lartë, e kam perandorinë Osmane. Por ja që kur e dobësua, me të mhu, as shtet, as ushtri, as alfabet, as gazeta si që duhet shqiptare, as asgjë. Dhe këtë gjë kemi paguajtur shumë shenjtë me këto territori shumë të ngushta që I kemi sot. Andaj vëllezër, fuqitë e mëdha në Ballkan, si merrni emra si me Bullgari, me Greqi, me Serbi, me Çeq, kanë qenë, ato kanë bërë shtypje të mëdha, si ta zhdukin komplet. A di çfarë do thotë? Ta zhdukin komplet. Ne jetojmë pa asnjë lloj shteti. Jetojmë disa qinda me nive, shtet më kenë shqiptarët. Kur I lexojsh ato deklarate që kanë dhënë liderët e tyre, njëri prej tyre ka thënë për shembull, sa më shumë me vra shqiptar, aq më shumë arrihet edhe suksesi jon. E qerë. Pra të nevrikoset shpirti, pra të mbushet shpirti me emocione përse të mendojnë një gjë të tillë. Por kudo ku shkosh, njerëzit e huaj, armiqet
gjithmonë ta duan të keqen. E treta, shtetet e fqinjit kërkonin tokat shqiptare. Këtë siç tham, çdo kush kërkonte pjesë nga tokat shqiptare ta zhdukin. Më ken asnjë lloj toke, asnjë lloj sendi. Pra, ose nën perandorin osmane, ose fare hiç. Dhe katërta, shqiptarët pa mbrojtje politike, pa alfabet, pa ushtri e shkrimet të theksuara internacionale. Sepse vëllezër, ta mbani mend një gjë. Sado që të jemi të fortë, fuqishëm, ndonjëherë ose kudo që të jetë, e kemi atë një shtet më të fortë, është më i fuqishëm dhe jemi mirë me atë shtetin e fuqishëm, si sot që ka shtete të mëdha që jemi të fuqishëm mirë, lidhjet e kemi mira me ato, por duhet të organizohemi vetë. Ato ditët e mira duhet i shfrytëzojmë që të organizohemi vetë, sepse nesër ajo dobësohet edhe ti zhdukesh, ajo dobësohet ti zhdukesh. Njëjta gjë ka ndodhur edhe në shekullin 19, pra 1870 e 60 e më pas. Prandaj, pak u dobësua perandoria osmane, nisi të largohet nga Ballkani, ne shqiptarët mbetëm as në gjath, as majtas. Traktati i Shën Stefanit. Ndodhi lufta mes perandorisë osmane dhe Rusisë. Ndodhi një luftë mes tyre, është lufta e tyre, ka ndodhur dhe humbi perandoria osmane. Humbje më të rëndë që e mori në Ballkan dhe më pas asaj më sunçoi kokë në Ballkan. E tash Rusia kërkonte shumë gjëra toka, sende, shumë gjëra kërkonte, edhe tash çdo luftë kur fillohet pas asaj ulën ata liderët edhe gjejnë një gjuhë përbashkët, bëjnë një marrëveshje, një traktat, një lidhje, ku ta di çfarë. Me rëndësi bëjnë një traktat, pra mirën vesh. Dhe mes Rusisë dhe perandorisë osmane, ta shihni ne si e paguajmë këtë. Mes Rusisë dhe perandorisë osmane bëhet një traktat, një marrëveshje e quajtur marrëveshja e Shën Stefanit. Nga emri duket si me kanë Rusi do kuni Shën Stefan, por kjo mbledhje, ky traktat ka ndodhur në Yeşilköy. Yeşilköy është në Turqi dhe është dikundi Stambolli, nëse e marrim qytetin e Stambollit në perëndim, jug perëndim të Stambollit, nga Küçükçekmece e kështu me radhë. Pra jug perëndim të Stambollit. Atë janë ul dhe janë marrë vesh. Po çfarë janë marrë vesh? Çfarë janë marrë vesh? Kjo ndodhi me 3 mars në vitin 1878. Pra 10 qershor lidhje Prizrenit, kjo me 3 mars. Pra primet 3 mars, pra brenda 3 muajve çdo gjë ndryshoi. Çdo gjë, jo 360 shkallë, si thonë, për një pikë vish, 180 shkallë, prej këndi unë dolën andimatan. Mirë ishna me shtetin me portën e lartë. Ku ta thamë këtë portën e lartë është për qëllim perandoria osmane. Këtë mirë kanë qenë, por kur u mur vesh me traktati i Shën Stefanit, atëherë për shqiptarët s'met asgjë. As gjuhë, as isnie, as territor, as asgjë. Shqiptarë për ne, s'ka për ju asgjë. Si be s'ka për ne asgjë? Ta bëjat në gjuhën e... Po si s'ka, asgjë s'ka. Oj për ne egzistojme, ne me mija, me miliona ne jemi, s'ka asgjë për ju. Dhe pse ishte i rëndësishëm kjo marrëveshje? Ky traktat ndryshon të hartën politike të Ballkanit dhe dobëson të shumë perandorin osmane. Pse shtypte Rusia? Rusia doli fitues dhe kërkoi shpërblimin e territoreve për alat e saj slave në Ballkan. Me Serbi, me Bullgari, me këtë. Këtu fuqizohet shumë Bullgaria, pra me 3 mars të vitit 1878. Nuk janë tregu për politik këtu, vëllezër, mos më keq shkuptoni. Të dalë tek shqiptarët dhe tek hoxhallarët, po tregoj diçka që dal atje, mos ti gjaje. Edhe problemi më i madh për shqiptarët ishte se trojet shqiptare po jepshin shteteve fqinje pa pyetur fare popullin shqiptar. Mere Dibrën, mere atë, mere Korçë, mere Shkodrën, me atë, ti këtë, asnjë se shqiptarët. Në kufi e kanë vizatu, ti këtë, po ne thotë, ju s'ka për ju. Si be s'ka për ne? Po ne ju, s'ka për ju, hapi sajt. Edhe pas asaj, pikat kryesore të traktatit, krijimi i Bullgarisë së Madhe. Këtu krijohet ajo Bullgari e Madhe që e kemi ndëgjuar ndonjëherë. Koxha bëhet. Domethënë, po thuaj se e merr këtë Maqedoninë e Sodit, jetë shumë pak. Bëhet një Bullgari Koxha e Madhe. Kam edhe hartën. Zgjerimi i Serbisë me Nishë, Pirotin, Vranjën, mo këto vendet e dini ku janë Nisha, ku janë Vranja, krejt i marrin, i japin edhe Serbisë, gjë që kanë qenë edhe të shqiptarëve. Zgjerimi i malit të zi, edhe ajo zgjerohet me Tivar, Pogrodis, Pllave, Guzhinsk, këtë pjesa veriore, siç është. Përfitimet e Greqisë nga ana e jugut, edhe ato vinë deri lart, kur xhove s'ka për shqiptarët, as nise. Ajo pi poshtë, kipin gjatë pi majt, kur nise për shqiptarët. As tokë, deri që ke pa tokë, prej sot më nuk e. Nga 3 mars 1878 s'ke asnjë lloj toke, asnjë lloj gjëre. Edhe dobësimi perandorisë osmane, nga kjo më shkatërrohet këtë. Pasojë për shqiptarët, rreziku i coptimit, të kanë bërë për kërkundi.
rreziku i coptimit, shumë troje shqiptar rrezikonin të ndaheshin ndërmjet shteteve fqinje, këtë që e tham më përpare. E zgjimi kombëtar, kur u kthyen nga ajo, pra kur e ndëgjuan atë traktatin e Shën Stefanit, ka pat njerëz të mençur, familja Frashëri, Abdyl Frashëri, Sami Frashëri, e Pashkovasa, Jani Vreto, e qerë, të cilët kanë patur për ne, s'ka asgjë. Mund ta paramendosh merret një vendim, shteti jon, është si në shteti jon, edhe kthehesh atje dhe thash s'ka asnjëse. Më nuk është e jotja, s'ka as katon dyt as asgjë. Është keq i huj. Ka ta vetë unë roja me stërgjysh, nuk ka stërgjysh pas stërgjysh. Më nuk është i joti, tapit, tokat janë keq tonat. Me të thënë dikush, ti nisish të ngjallesh pak. Dhe këtu fillon zgjimi kombëtar. Deri këtu në gjumë. Ati këtu diçka ama në gjumë. Fortimi, miri me Perandrin Osmani, po mirë ajo, po tash hapi syt, vllai i dashur, me i hap syt sot e kësaj dite. Jemi mirë në këtë shtet, jemi mirë atje. Sido që jetë, imi si jemi, ti hapim syt, të organizohemi sepse nëse ndodh diçka do psohemi, ne zhdukemi. Ai nal do të psohet, ne posh bëhemi zhbët. Shifni? Këto janë ato 4 vilajete. Kemi për ndëgjuar në 4 vilajetet të kombit shqiptar, siç është vilajeti i Kosovës, janë qytete prej siç është Prizrenin, Mes edhe Leshkov, domethënë, shif edhe pjesa me Vraj me Bujanovsk kanë qenë këtë vilajetet të Kosovës. Shqiptar kanë qenë ato. Mere me të vilajetin e Shkodrës, Janinës e Manastirit. E shihni sa kanë banu shqiptarët dhe kështu kanë qenë të organizuar. Pra, sa kanë banu, sa është harta e madhe e kombit shqiptar. Këtu kanë banu shqiptarët. Kjo është ajo Shqipëri etnike si u thuhet. Pra kjo është territori popullisht që para marrëveshjes së Shtefanit. Kështu kanë qenë shqiptarët. Me toka, me send janë organizuar, me vilajete, me sende kanë patë zyrat e veta janë organizuar. Edhe harta e Ballkanit pas marrëveshjes së Shën Stefanit, 3 marsin. Këndi Perandri Osmani ka këtë këto, këndi i ka thotë Greqia, Bullgaria ka pjesën e madhe, Serbia i ka, edhe asnjëse s'ka. Do të thotë çka ka këtu, asnjëse, s'është para pa kur gjën për shqiptarët. Sa e madhe ishte, për ju thotë s'ka. Si s'ka për ne? E s'ka. Pra vllai dashur e kam një gjë, e kam një send. Pse i hinëm kësaj pune? Pse shpjegojmë sot një gjë të tillë? Me vazhdojmë për abdesin, për namazin, për klasik. Ta dim që dikush ka hek, dikush e ka dhënë jetën, dikush është organizu. Ha, unë e ty jo, familja ime, familja të jo. Ama ka shumë familje që kanë dhënë jetë dhe ja kanë pat gajlen kombit. Prandaj, ta shohësh sa ka pesh kombi shqiptar, do të shkojsh, do të bisedojsh me një familje që ka radhë dëshmor, që ka dhënë dëshmor nga e familje. Shih në sy atë familje, ta shohësh çfarë peshë ka. Se pasha Allahun azza wa jall. Nuk do as të emocionohem as asgjë. Ama as do të ta bëres atë nivelin e ligjëratës, por të thot në xhami hoç të s'ka nevojë, këtë do shkrihen kombet. Po le të shkrihen me vëlla, po unë nuk e lan duke qenë gjallë, unë të shkrihet. As këtu, as dëkundi qëtër. Pas 100, 200, 5.000 vjetët çka do se ne të bëhet. Ne nuk do ta lam. Dhe kështu kanë qenë shenjat e kiametit për shembull. Pejgamberi më ka thënë për shenjat e kiametit, ka thënë diçka. Po çka më bëu tash do vinë shenjat e kiametit? Jo, ai ka thënë mos e lini shtyje. Ajo do vjen më ti shtyje, në kohën tonë mos do dhe kiameti me shenja të tjera. Prandaj vlerat kombëtar janë pjesë përbërëse shpirtërore të identitetit të çdo lloj kombi. Këtu e shihni që pas marrëveshjes së Shën Stefanit, asgjë për shqiptarët. E tash 13 mars, dalim pak këtë lidhje prezident pak e kalojmë, 13 mars. Kur e marrin ato vesh, shifre, si ishte, Bullgaria ishte, Serbia ishte, Greqia ishte, edhe pak Perandri Osmani, Rusia ishte, nga Evropa askush. Atlan ato ashtu rahat. Edhe mblidhen ato në Kongresin e Berlinit këta njerëz më të mëdhenj të Evropës. Dhe më 13 qershor 1878 bëhet një kongres i quajtur Kongresi i Berlinit. E keni dëgjuar këtë shpesh herë? Ja që kjo është Kongresi i Berlinit. Dhe organizuar nga kancelari gjerman Otto von Bismarck. Ka qenë vet udhëheqës dhe sa i kishte marrë një pjesë nga Franca në atë kohë. E pas saj fuqitë e mëdha vendosin për Ballkanin. E këta thotë jo ashtu nga Shën Stefani, po ne si do të thojmë, Ballkanin ne do ta dajmë, jo si e ka dhënë Rusia me Perandrin Osmani. Edhe pas asaj Serbia, Malizia dhe Greqia kërkonin toka shqiptare. Kur kush nuk të kërkon asnjë tokë tjetër, nuk e preken që tërkujt, vetëm toka shqiptare. Ku ka shqiptar, coptojmë të marrim diçka për veti, gjë që arritën e bon diçka, po shiqyrim na mbet edhe një cop nga shteti am.
Shqiptarët pa shtet dhe pa mbrojtje politike, rreziku i coptimit vazhdonte. Si ku të mbrohesh, kur gjë nuk i ndor. U mësove hazër. Kur të mësohesh hazër, ashtu edhe jesësh gjithmonë. Kur humben kushtet ato ratlëki i hazërlëkut, jesësh qilof ne kanë e thujnë asnise. Me i hap syt me organizu. E vëllezër dashur, shqiptarët që u angazhuan në këtë periudhë ishin Abdul Frashi, Ymer Prizreni, Sulejman Vokshi. Këta shkuan në këtë, dhe kjo është pra foto që e kanë rregulluar, kanë vizatuar nga Kongresi i Berlinit. Këto 3 persona, ka edhe të tjerë që shkuan, po këto 3 i Pontecova i shkruajtë, mos e shkruaj këtë listën, edhe që shkuan në Kongresin e aty Kongresit të Berlinit. Atyre u thanë, ju shqiptar, Abdul Frashi i kanë thënë. Interesante. Për ka keni ardhë, thotë, i njohën, thotë, nga toka shqiptare, kanë një me vilajete me sen. Se i një marrë vesht me 3 mars, zi diçka tjetër, ama ne jemi shqiptarë, ne egzistojmë, rojmë ne, me stërgjyshe, nga Ilirit. Thotë, ne jemi marrë vesht në kongres që juve s'ka asgjë. Çka me bë? S'ka asgjë. Kështu, mi marrë asgjë. Prandaj, kofshi e hekshi që ashtu si mi marrë vesht ne. Çka thotë Abdul Frashiri? Puna juaj me traktatin e Berlinit përfundon këtu. Ju e bot tujën. Por puna jonë si shqiptar pikërisht pra këtu fillon. Ju e soset po, se morë qëtë shpirti, trupi, valla. Ju e soset po, ne tash do fillojmë. Ju vazhdojnë tujën, e ne do të vazhdojmë tonën e kështu me radhë. Këto kanë qenë njerëz fetar dhe me peshë. Harta sipas Kongresit të Berlinit. Kjo ishte traktati i Shën Stefanit, që ja Bullgaria sa është bë. Sa e ka bë? Kjo ndihma thanë Perandori Osmani, pak Greqia, këndi Serbia, kuptohet lartë, asgjë, tokë shqiptare s'ka asgjë. Me Kongresin e Berlinit pak ndryshojnë, vetëm emnat ndryshojnë. A e me një pjesë tjetër, ke me një pjesë tjetër, dhe asgjë pra për shqiptarët. S'ka asgjë. Çka më bëhet? S'ka asnjëse. Hap një sajt, organizoni, as ushtria, as asgjë. Kur s'kiet mbrojtje kur gjë, secili mund të të bëre pëm, se s'ke kur gjë, çka mund i thush? Asgjë se i thush. Organizo, hapi syt vetë e kështu me radhë. E kemi di harta. Do të thotë, nga ato 4 vilajete si ishin, për 3 muaj ditë nuk i lan asgjë zyrtarisht Shqipërisë apo shqiptarëve me thanë. Mami me thanë shqiptarë, kombi shqiptarë. E tash këtu shqiptarë thanë, ne metëm kur nise. Mbetëm pa tokë pas nise. Na zhdukin, na bëjnë hi. Çka do bëjmë? Do të bohemi. Edhe të bohen organizimi i parë ndërkulturor, si ti themi, ndërterritorial ose bilateral, nivelit më të lartë të shqiptarëve ka ndodhur në Prizren. I organizuar nga hoxha dhe muftiu i atij vendit i quajtur Ömer Prizreni. E keni parasysh për Ömer Prizrenin kemi bisedu vitin e kaluar. Faktikisht po këtë vit kemi bisedu për Ömer Prizrenin për nder të 17 shkurtit pavarësisë Kosovës. Sidoqoftë, Ömer Prizreni i thirr delegat prej çdo lloj vendi. Mund ta paramendoni Prizreni Shkodër. E kemi parasysh sa ka Prizreni Shkodër, me vetur mund të ketë se 1 orë gjysmë shumë është, haqë 2 orë, ama maksimum është 2 orë, e kupton? Maksimum është 2 orë. Atëherë me shku në kalë, me sen 5 ditë duhet. 5 ditë. Në Prizren Shkodër. Dhe i kanë të bu gjithë hoxhallarët, gjithë njerëz të mëdhenj të atij vendit në vendin e quajtur Prizren. Kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur 10 qershor. Pra, shqiptarët, edhe pak ta lidhi, 3 mars 1878 në Shën Stefan, pra në Turqi, kur miren vesht, ato asnjë pjesë silan po në kombit shqiptar, e kurse 10 mars, kur e marrin vesh se shqiptarët nisin pak të organizon, atëre bëjnë Kongresin e Berlinit. Ai ishte me 13-in. Atëre bëjnë Kongresin e Berlinit. Ala ma shumë e zhdukin popullin shqiptar me territore, ama a zhduken, asnjë nuk zhduken. Pse? Të bashkuar, asnjëherë askush nuk mund edhe nuk guxon të na zhduk, sepse jemi të bashkuar. Themeluar më të 10 qershor 1878. Ku ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në medresen e quajt xhamis Bayrakli. Xhamia Bayrakli, që është në Prizren, është një xhami e madhe ndërtuar në vitin 1528. Do të thotë nga shekulli i 16. Dhe në ajo xhami ka pat edhe medresen e vet ku kanë mësuar fëmijët. Ajo është afër. Kush ka qenë në Prizren, dikundi afër, nuk kanë shumë larg.
ti themi 100-200 metra, e ka si ka, më thënë është afër, vetë kam qenë diherë, edhe është ajo. Sot e kësaj dite qëndron e njëjta, vetëm në vitin 1999, Serbia e zhdukën kita të godinjë, atë ndërtesë që ka ekzistuar që atëherë, e zhdukën asgjë, mandej e renovojnë ato, e rregullojnë, ama objekti është i njëjtë në vendet e njëjta. Edhe do të thot 30 pas kësaj ka ndodhur Kongresi i Berlinit. Ky kuvent u mbajt në medresen dhe xhamin Bayrakli. E tash, ky kuvent, pra kjo lidhje nuk është bë për një mazdarke. Hajde mblidhni, hajde vendosim, hajde dalim. Ka zgjat një muaj ditë. Ka pas lloj-lloj komisione, lloj-lloj pikash, lloj-lloj gjërash, nuk është lehtë. Formojsh nisish dal nga dal ta formojsh një lloj territori, komb ije, me sheku ije komb, territorski ije, kurxhanski ije, as ushtria, as alfabet, as kur nisi. Alfabeti 1908, vonë. Kitë kanë shkruar me shkronja osmane, çashtu alamjadon shqiptare që e kemi studiuar disa faqe. E prandaj vëllezër, kënd kuvent morën pjesë 300 delegat. Delegat, jo shikues atë këtë, delegat kanë marrë pjesë. Siç është fotoja, 300 delegat kanë marrë pjesë. Me ulema, me patriot, me shqiptar, me shkollë, pa shkollë, gjithë kanë marrë pjesë në atë kohë. Qëllimi ishte mbrojtje e territoreve shqiptare, se dhe jesëm dhe të ngelim pa asnjë lloj kufiri. Lidhja zgjati deri në vitin 1881. Efektiv një muaj, por në mënyrë një pas që është me mbledhje deri në vitin 1881. Sa i vjen ajo? 3 vite do kundi. 78, 81, 3 vite vjen. Vendimet kryesore nga ky disa pika e kam nxjerr, vendimet kryesor ishin mbrojtja e territoreve trojeve shqiptare, që ato që i kemi me Janin, ato 4 vilajetet, ti mbrojmë ato me luftë, me ushtri, se mbrohen lehtë. E dyta, kundërshtimi i coptimit të Shqipërisë, ato tokave që janë, bashkimi i vilajeteve shqiptare, pikërisht e njëjta, edhe organizimi ushtarak për mbrojtje, përfaqësimi shqiptarëve para fuqive të mëdha. Të bëhemi shtet, të kemi ushtri, të kemi arsimim, të kemi alfabet, të kemi gazeta tona, të kemi këtë që fuqive të mëdha që kundërvihemi. E vëllezër të dashur, rrëmbimi i parë nga ushtria e lidhjes së Prizrenit. Tash u formua një ushtri. Ushtria e parë u formua me 10.000 ushtar, në mënyrë organizuar. Sefte, pra, pikës pari në emër të kombit takohen. Më parë janë tokohen në emër të perandorisë osmane, fetare, atë këtë sefte kombi shqiptar i thirrën të rinjt të shqiptar. Dhe të takohen të bëhen dikundi rreth 10.000. Kjo është faza e parë. Por perandoria osmane apo porta e lartë nuk rrit qetë dhe thotë e këto u organizuan. Vetëm mbanja me një gjë, këtu ta keni vëmendjen shumë të rëndësishme. A e kam këtë pjesën tjetër ta prezantoj inshallah, po. Pjesën tjetër është? Po, në rregull. Edhe perandoria osmane thotë këto çka bëjmë me këto? Thotë këto pas kanë si kanë s'na kanë zënë xhane, thotë. A këto se s'din këtu. Ai vamurëm këtë toka tas nisë. Llojan organizu janë bë dhe e çon një pasha, një marshall të lartë e çon, Mehmet Ali Pash Maxharin e çon, i cili ka jetuar pra 27, 78. Edhe e çon atje të bon, i ecën disa vende me Gjakove, me Gjirokastre, me përmendim disa qytete, thotë ju çka bëjni këtë punë dhe paguani shtrinjt? Unë kam marrë prej portës lartë, prej atje kam marrë. Keni ta paguani linja këtë punë, çfarë lidhje, çfarë bakraçi, linja këtë punë. Ato që thonë në asnjë mënyrë, si përgjigjet. Edhe ai u vra në Gjakov në Sarajt Abdullah Pash Drenit. Edhe ka qenë njëri i madh, pas një rrethimi dhe përleshje të zhvilluar nga forcat e lidhjes së Prizrenit 3-6 shtator 1878. Thotë këti kanë hakat ta bindin këtë Mehmet Ali Pash Maxharin, kanë hakat ta bindin edhe nuk ka marrë vesh, nuk ka thotë ja delinja s'ka, edhe e vrasin këtë. Edhe para se me vrat, çka i thotë Sulejman Vokshi? Jo ti thët, a i thët, mos e dë vjene perandoria osmane, do të zhdukin juve, si përhe që u kanë shtype, u kanë bëja këtë qatë qështu si thë njëzit qërë. Sulejman Vokshi i thët, jo ti, por edhe sultani me artë këtu, ne nuk i dorëzojmë tokat që ne kanë lënë së gjyshit tanë. Vlezër, mbanja me një gjë. Kemi lexuar edhe në medrese, edhe në fakultet, mos thamë edhe magistraturë, doktaturë, na çëshin profesorët edhe tema tjera të lexojmë. Kështu ta marrësh perandorinë osmane 600 vjet me lule, nuk ka sundua jo, kap me lule me kita qiban modella, jo ashtu. Ai ka thonë, ku e keni atë udhëheqjen, ku e keni zyrat tuaja, thotë, filan vendi i kemi ne zyrat tona që udhëheqim atë vendin në shtëpinë. E ka vu njerëz të vet i ka vu, ose shqiptar po i kanë dëgju, i ka bë disa, ka bë xhamia, ka bë medrese, s'kan guc, ama ai ka udhëheq, ai ka është pyet.
Dhe këtë formë. Edhe dikujt i ka konvenu kjo, dikujt si ka konvenu kjo. Dikush ka desh që Evropa kështu të sundoje, dikush nuk ka desh. Ne kemi desh linja. Pse linja? Na ka ngroh feja, na kemi qenë më të mirë e kështu me radhë. Por ai që është më rëndësishme është që po, është vërtet që na kanë ruajtur identitetin kombëtar. E tash ta shoh se si na kanë ruajtur identitetin kombëtar. Është më rëndësi këtë që e thanë. E tash Abdel Frashëri në atë kohë filloi që dal nga dalë i vi pikës. Abdel Frashi në atë kohë filloi si njëri kështu. Na për skripta që e pash, jo libra, skripta, më mirë me thënë, me që e pash ishte këty qytetit Prizrenit i thushin shteti Prizrenit. Pse shteti Prizrenit? Qyteti Prizrenit, shteti Prizrenit. Me ministri e kanë organizu, me ministri jashtë, me mbrëmshme, e financave, e arsimimit, e këtë e kanë bërë. Kjo e ka selin atje, kjo e ka selin, kjo e ka një xhami, kjo e ka një vend, kjo e ka një shtëpi, të njëjtë sikur një shtet. Ama i vogël e kanë bërë, si një shtet i vogël, siç është Vatikani e qerë, ka një qytet të vogël. Edhe ashtu ishte edhe ajo e Prizrenit. Edhe Abdel Frashëri përshkroi gjithë tokat shqiptare me marrë një lloj memorandumi, më u thanë thot atje në portën e lartë, hapni syt se kombi shqiptar nuk lëshon pi. Hap na lëshoni neve pak, mos na merrni çaq serios me ushtrit na luftoni, por na merrni, më thon ta dini se jemi shumë atë që do ta çojmë deri në fund. Neve nuk mund të na zhdukeni. Edhe pas kësaj, edhe ndërkohë Sami Frashëri me shkrime, ki shkronte shkrime, edhe botën e informonte, Evropën e informonte, edhe portën e lartë e informonte, deputetët e informonte që ne nuk lëshojmë pi, ne shqiptarë nuk lëshojmë pi, ne do ta formojmë shtetin tonë. 1878, 1912 pavarësia. Prej këtu kanë nisë, që ka ardhur deri atje. Edhe ka fundi jemi. Kryesia qendrore lidhjes së Prizrenit. Tash kjo ka pat një lloj kryesie. U ala emanet që nëse shkoni Prizren kam dëshirë që ta vizitoni edhe xhamin Bayrakli, edhe ka një shtëpi si muze, i them ajo medreseja ku është themelu lidhja e Prizrenit. Ajo ka një dhomë nuk ka shumë dhomë e madhe, po aty janë tobu dhe është një hartë e madhe dhe i ka kush ka qenë kryetar, kush ka qenë nën kryetar, kush andi, kush këndi. Pra, kryetari i lidhjes është një hoç, vetëm pakës. Themelet e kombit shqiptar si territor shtetit shqiptar, jo kombit, shtetit shqiptar, e ka nisë një hoç. Se ne mohosh, i me Prizrenit, mufti i Prizrenit. A e ka nisë. 1912 Qemal i nderuari, ai është diçka tjetër. Por themeluesi kryesor është Ömer Prizreni. Pas asaj ishte hoç myderris dhe figurë e qendrore e lidhjes. Udhëheqës politik ishte Abdel Frashëri, edhe ki ka familje hoxhallarësh. E pas asaj shef ushtarak Sulejman Bokshi, edhe ki ka familje hoxhallar, edhe vetë është i ngritur fetarisht, musliman edhe ki. Mandej antar të shquar Ilyas Pash Dibra, Mehmet Ali Vjorin, Jani Vreto, këto kanë qenë hoxhallar, jo Jani Vreto e Pashkovase, jo, këtë qere që i potencova më lart. Si ishte organizuar? Kuvendi i përgjithshëm, rreth 300 delegatë nga të gjitha tërheqët shqiptare siç e potencuam, Këshilli i përgjithshëm rreth 600 antarë dhe merrte vendime kryesore politike, Komisioni ushtarak organizonte mbrojtjen dhe mobilizimin e luftarëve, Komisioni financiar mblidhte kontribute dhe siguronte financimin e lidhjes. Këto kanë qenë në Prizren. Prandaj është qytet edhe një shtet i vogël. Karanameja statusi i lidhjes. Dash më dëgjoni me vëmendje. Kto shkruajtën diçka. Shkruajtën një vendim. A keni ndëgjuar atë falë zotë të kanë që ma bëni mund shumë këtë kur e mbajtja atë pavarësinë, kur e lexoj atë vendimin. Hashim Thaçi e lexoi atë për Kosovën? Po, Hashim Thaçi. E lexoi në drejt për ditë e pam si gjithë të tjerë që i ndoqëm, edhe lexoi disa pika, edhe më pas asaj e shpalli pavarësinë. Ama lexoi, më thënë, disa 20-30 minuta, lexoi shumë pika që janë ajo si status ose si karaname, si vendim, e më pas e shpalli. E njëjtën gjë është edhe lidhja e Prizrenit. Kanë lexuar të 16 pika. 16 pika, mos i nxjerri të gjithash. 16 pika, edhe në fund tha, nga ditë e sotit ne jemi shtet e kështu me radhë. Ishin pikat, pra ishin 47 delegat atje, mbrojtja, u formoshin pikat, kishte 16 pika, falni, 16 pika,
dhe u ndashi një mbrojtje territoreve shqiptare. Aty nga pikat e para ishte që të ruhet territori shqiptar, të respektohet porta e lartë perandoria osmane, se nga fillimi nuk kanë pat çift fesat kijen. Të respektohet porta e lartë, por shtetet tjera, siç janë Serbia e tjerë, ato kanë desh ti anashkalojnë dhe ti zhdukin. Besnikëria ndaj perandorias osmane, fryma fetare islame. Ka fundi i atyre 16 pikave, nga pika 10 deri te 6, halis potencohet. Këtu do të respektohen thotë ligjet islame, ligjet fetare. Ama disave u konvenoi kjo, por disave nuk u konvenoi. Kishte jo muslimanët. Çka e keni bërë këtë lidhjen të prezidentit? Këtë hoxhallar keni bërë, këtë me fe, me sen. Edhe disat e kundërshtojnë, mandej e menaxhojnë menda kohës. Ajo që është më interesant, mesazhet kryesore nga lidhja e Prizrenit. Ka fundi, teksti i fundit, ajo reshti i fundit, e di çka shkruajte. Sikur se qem të sot me i vu lidhjes gurin e parë, pra si na mbledh sot me i vu lidhjes gurin e parë, të themelit edhe ne të ardhmen skemi me dëru një tiran, një shtypës, që shtyp banorët e vendeve tona. Bijt ton dhe bijat e bijave ton do të jenë besnik të lidhjes dhe kush të largohet prej saj, nga lidhja kush largohet, do të konsiderohet sikur ka hek dorë prej Muhammedanis. Muhammedanis, ezani Muhammedanis, prej fesë islame. Dhe do të mallkohet e do të përbuzet prej nesh. Pra Muhammedanis kalon atje mrenda në letër kalon. Pra e kanë marrë ngjyrë islame. Tash jo këtu më përpara që e kam lexuar duke qenë në studime në Turqi, aty kam lexuar që vet Abdulhamiti ka investuar rreth 100.000 denar. Kam lexuar, ku di sa është sakt? Ai libri thotë që është sakt. Ku ta di unë? Edhe ka investuar 100.000 denar me të vetmin qëllim, Edhe me të vetmin qëllim ka investuar që thëtë ne u hoqëm, thëtë Abdulhamit, u thëtë qerve, ne u hoqëm, së nëhim më në Balkan, më usos puna jonë, ka mund të alëm muslimanat e, boshnjakët jo, ato jo, këto jo, sërbët asniherë, zvojnë, as bulgarët, as grekët, kurkush, vetëm shqiptarë mund t'i lanë. E janë i t'i financujmë, ta përkrahim, të formojnë një shtet islam ama, jo kombëtar, islam. Diri sa i murë të parat, e organizuan deri me një vend, u konvenoj ajo. Por kur u zhvillu ato e patët, këtu shumë Muhammedan, me ezan, me sen, kjo nuk është rregull. Edhe atëherë i hekin ato pjesët fetare, e lanë, t'i themi, vetëm me nuanca kombëtare. Dhe 3 pika kryesor ishin nga mesazhet e kongresit apo lidhjes së Prizrenit. Njohje e kombit shqiptar, nga dule ato 16, me i shtrih 3 dalin kryesor. Njohje e kombit shqiptar si komb të pandarë dhe me identitet të përbashkët. Ne jemi shqiptar me ato 4 vilajete, jo këtë hiç atvine. Ne jemi shqiptar me ato 4 vilajete. Ruajtje pa prekshmërisë dhe tërësisë kombëtare të trojave shqiptare. Krijimi një ushtrisë shqiptare, tashmë nisin ta krijojmë, për mbrojtjen e vendit dhe të popullit. Dhe e treta, bashkimi i tokave shqiptare. Tash janë me 4 vilajete, ruajtja, paprekshmëria e tash ti bashkojmë në një shtet. Prej atëherë ka qenë ideal i shqiptarëve. Në një shtet, në një njësi të vetme administrative, në një shtet, dhe përdorimi i gjuhës shqipe në administrat dhe caktimi në një kryeqendre të vetëm. Pra një kryeqytet me caktu, gjuhën shqipe me caktu, se kanë shkruajtur me shkronja alfabet osman. Me shkronjat tona do të shkruajmë, ama më vetëm shqip të folet, sepse nuk kanë fol. Gjuha shqipe ka qenë gjuha e popullit, kurse në administrat është fol turqisht, pra osmanlisht me thënë ndryshe. Dhe vëllezër, tash marrëdhëniet e lidhjes Prizrenit me portën e lartë, këtu e potencuam disa pika. Abdulhamiti në fillim e pa organizatën shqiptare si një mundësi për ruajtjen e ndikimit osman dhe elementin islam në Ballkan. Që e thash, këtu thotë edhe libra. Thotë hajde ta përkrahim këtë lidhje, ta formojmë një shtet islam atje, se ndryshe ne s'kemi qasje. Por figura si Abdul Frashi dhe Sulejman Vokshi organizohen politikisht dhe ushtarakisht shqiptarët kundër coptimit të trojeve. Këto organizuan shumë më mirë se sa të tjerët. Edhe kur lidhja filloi të kërkonte autonomi shqiptare, kur lidhja shkoi, do ne ta formojmë pavarësinë tonë, e kur kush nuk tep këto kollaj, dhe bashkimin e vilajeteve shqiptare në 1880-1881, porta e lartë e konsideroi rrezik për perandorinë osmane. E tash të skini ju. Atë paradisa nuk qenë keni si shtetë islam, s'ka për ju as tokë as asgjë. Ama ne, falë Zotit, falë njerëzve që e kanë dhënë jetën,
organizohemi dhe e formojmë në 1912. Në pranverë të vitit 1881, ushtria osmane udhëheqën nga Dervish Pasha, hyri në Prizren dhe e shtypi ushtrakisht lidhjen. E tash kjo lidhje përfundoi në 1881. Sa tham, 3 vjet zgjati. 1881 edhe Dervish Pasha hiri edhe në Prizren me ushtrinë e vet të perandorisë osmane edhe i zhduki ato gjërat, por shpirtin e njerëzve nuk mund t'u zhdukte. Dhe kjo flak që nisi falë Zotit 1912 mori atë kurorëzimin me një shtet am. Edhe pse kufit shumë të vogla nga ato 4 vilajete, po falë asaj se edhe pa hiç do iqim. Edhe dëgjoni me vëmendje, në mesin e figurave më të rëndësishëm që u angazhuan ishin tash Porta e lartë, Perandoria Osmane angazhoi Abdul Frashërin nga Frashëri dhe Mustafa Ruhi Efendiun nga Tetova. Mustafa Ruhi Efendiu, 1893. Ky nuk ka lind në Tetov, nuk ka lind në Tetov, ka lind në Gökçeada, është një ishull në Toqi, por ka jetu që nga familjen Tetov, dhe është njoft si Kalkandelini, më thënë nga Tetovar, me Mustafa Ruhi Efendiu. Dhe këto i ka dërgu Perandoria Osmane që pak ta qetësojnë, pak ta mbajnë dhe të jenë më të vetëdijshëm ato që e bëjnë. Mustafa Ruhi Efendiu ishte një dietar dhe sheh i njohur, i cili përfaqësonte krahun dhe sonte unitetin islam dhe mbrojtjen e tokave muslimane në Ballkan. Ky ka ardhur me qëllim i thotë, organizoni bonja si shtet islam këtë, rrunja vlerat fetare, jo vetëm kombëtare, po edhe vlerat fetare, se ka çu Porta e lartë. E më pas, ndërsa Abdul Frashëri u bë figura kryesore e krahut që kërkonte bashkimin e vilajeteve shqiptare dhe autonominë shqiptare. Tash ndëgjoni me vëmendje, 2 pika kryesore. Pra lidhje Prizrenit kishte 2 qasje, 2 krah kishte lidhje Prizrenit. Qasjen e unitetit islam Osman, musliman, me Mustafa Ruhi Efendiun, dhe qasjen e autonomisë kombëtare shqiptare Abdul Frashërin. Dikush insistonte që të bëhet ma islam masen, dikush insistonte që të jetë fetare. Edhe pika të shkujtë, disa minutë edhe mbyllim, edhe 5 minutë edhe mbyllim. Xhamia e Gazi Mustafa Pashës, ose Xhamia Bayrakli është xhamia e cila është ndërtuar në vitin 1561. Qashtu e thash apo 128 e thash, gabim mund ta kisham thënë, dhe ku është mbajtur lidhje Prizrenit. Pra, edhe këtu është mbajt, edhe tek ajo dhoma. Shihni, kjo dhoma është e xhamisë. E kanë vënë këtu Skënderbeu. Nuk ka qenë këtu, po e kanë vendu, pa kjo është mihrabi. Këtu janë të buë njerëzit në atë kohë. Edhe ulemaja shqiptare në lidhjen e Prizrenit, siç tham, ishte Ymer Prizreni, mufti i vet, hoç i madh. Haxhi Zeka ka qenë organizatori i rezidencës shqiptare, Sulejman Vokshi udhëheqës ushtarak, edhe ky musliman ka qenë dhe xhami dhe medrese si qendër organizimi. Do të thotë edhe medrese kanë filluar edhe xhami. Ajo më e keq është se gjithmonë pavarësia e Shqipërisë, po kur ka nisur kjo pavarësia e Shqipërisë, po çe me lidhjen e Prizrenit, po ku ka ndodhur ajo, do përmendin vende tjera, vetëm xhamin mos ta përmendin. Këm biseduar dhe kam qenë në Shqipëri disa herë, shaku i doktoraturës, vetëm mos ta përmendin atë xhamin, mos ta përmendin islamin, mos ta përmendin si e keni parasysh që mbi këto gjëra thirren. Dhe hutbet për bashkimin dhe mbrojtjen e trojeve. Me vite kanë bërë hutbe të bashkohemi në troje, në gjuhë, në administrat. Edhe Ymer Prizreni, kemi biseduar edhe për Ymer Prizrenin, lindi në Prizren, ka qenë hoxha i madh, u zgjodh kryetari i komitetit qendror të lidhjes. Ndër figurat që bashkonte elementin fetar dhe kombëtar në mbrojtjen e trojeve shqiptare. Do të thotë, Ymer Prizreni konsiderohet figura më përfaqësuese e ulemas shqiptarëve në lidhjen e Prizrenit, mufti dhe një hoxha i madh. Këtë mund ta mbajmë mend, vetë mufti, hoç, muderris, edhe kryetar i lidhjes së Prizrenit. Ali Efendi Guxia nuk shkoi të libri se kur ka lind, vetëm e din që kur ka vdekur 1889, edhe i ka qenë dietar dhe prijes nga Guxia, edhe mori pjesë në organizimet e lidhjes, edhe ishte figura me mendikim fetar dhe kombëtar. Edhe Vehbi Dibra, edhe hoxha i madh është ky. Vehbi Dibra është një dhe hoxha i madh, alim dhe mufti i njohur shqiptar. Këto janë jo hoxhallar. Koka be kolos, i digja kolos. Ne jena mësu kolos me i thanë, falë Zotit e kemi Mulla Jakupit, as goja si është ndale dhe dersi, geni njeriu, kolos. Këto baba kanë qenë për këto ne që i kina pa. Edhe me shkollë, edhe me sen, edhe jetën e ka dha, me fetar, me kombëtar. Tamam kolos si që duhet. Kryetari i Kongresit të Dibrës, pra edhe ki ka qenë kryetari i Kongresit të Dibrës që ka ndodhur pak vite më vonë.
Kryemufti i parë i Shqipërisë pas pavarësisë. E kur bëhet pavarësia e Shqipërisë, për këtë kam folur vjet. Po, kur është bërë pavarësia e Shqipërisë, kryemufti i parë, aspektin fetar ta organizojnë Vehbi Dibra. Dhe kur është bërë pavarësia e Shqipërisë, Ismail Qemali ka qenë, më kujtohet edhe figura si është, shifni aty, njëri i parë ngjath aty ka qenë Vehbi Dibra. Hosh ka qenë, me shall me kit. Shalli dhe gjybja ka qenë pjesë përbërëse atyre gjithmonë. E vëllezër, shtypja lidhe së Prizrenit, siç tham, dhe për Androj Osmani më 1881 dërgon ushtrime, Dervish Pashën edhe e shtypën. Mos ta më zhdukën, po këtë një iniciativë e shtypën, nuk zhduken ata dhe pas asaj organizohen përsëri, më kurorëzohet kombi jon me pavarësinë e Shqipërisë me 28 nëntor. Dhe qetra, siç tham, në 1881 lidhja u shtyp ushtarakish, por fryma, kjo fryma e lëvizjes që është titulli kombëtare, shqiptare, vazhdoi deri tek pavarësia e vitit 1912. Këtë që e thash, ashtu e kemi shkruar edhe pak më parë. Amaneti i lidhjes së Prizrenit, 10 qershor 1878, ka ndodhur Bashkimi i Trojave Shqiptare në Prizren, kështu ka qenë ideali. Ulemaja shqiptare në mbrojtjen e fesë dhe kombit, hoxhallar ka prapë plot, dietar të mëdhi, ato kanë qenë aty, në saf parë kanë qenë. Figura si Ymer Prizreni, Abdul Frashi, Selman Vokshi, zgjuan vetdijen kombëtare si Vehbi Dibra e tjerë. Fryma e lidhjes vazhdoi deri te pavarësia në 1912, amaneti i tyre vazhdon edhe më sot. Allahu shpëlbeft për respektin e durimin. Zoti bekoj.